qa fshijet tani? Fshijet dëshira për pushtet. Tjetër që s'ka këtu. Po Kosova po mbet mbrapa. Ditët po i evidentojmë çdo ditë që nuk po sjellin lajme optimiste për sa i përket integrimeve evropiane, sa i përket edhe zhvillime të tjera të brendshme që janë traumatike në pikpamje sociale ekonomike. Popull shumë i politizuar dhe shumë të lidhur mas liderit. Dhe përderisa nuk vlerësojmë punën ose mos punën, të arriturat ose të prapambeturat, atëherë është problem për neve, për Kosovën. Sepse ne na pëlqen një lider, qoftë në parti, qoftë dikun tjetër. Kemi mësu njësoj sikur në ato mbledhjet që i kemi parë dikur dhe që i shohim tash në një vend. Kështu, me rreshu plaka, rënoft kryetari, rënoft partia, edhe tani qa bani ky, si kryeministër ose si ministër, çfarë çështje zgjedhjet Kosovës, s'është me rëndësi, po ja keni natë, thojnë,